Gjeneta ka reaguar publikisht pas shpërndarjes së një videoje në të cilën Drilon Rama dëgjohet duke e lutur të takohen. Ajo theksoi se videoja është publikuar për të ekspozuar një realitet të shpesh të panjohur për publikun dhe për të treguar tentativa për manipulim dhe presion. Në deklaratën e saj, Gjeneta shkroi: "Dua të sqaroj publikisht situatën që lidhet me videon ku shfaqet Drilon Rama, e cila është publikuar për të treguar mënyrën se si ai sillet dhe si ka tentuar të denigrojë dikë tjetër publikisht. Videoja është shpërndar për të zbuluar një realitet që përfshin manipulim, presion dhe tentim për nënshtrim, siç ai vetë ka thënë, për të luajtur me personin tjetër." Pas publikimit të videos, rasti është trajtuar nga Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, e cila ka vërtetuar se publikimi i videos është në kundërshtim me ligjin sipas nenit 202 të Kodit Penal të Kosovës. Megjithatë, janë paraqitur edhe dëshmi që tregojnë se Drilon Rama ka qenë i vetëdijshëm për ekzistencën e videos dhe nuk ka shprehur kundërshtim për publikimin e saj. Gjeneta theksoi se do të dorëzojë në gjykatë të gjitha materialet që përmbajnë kërcënime, shantazhe, tentativë për nënshtrim dhe çdo lloj presioni si prova zyrtare. Videoja do të fshihet vetëm sepse e kërkon ligji, por e vërteta mbetet, ajo nuk fshihet dot, tha ajo. Në një tjetër postim, Gjeneta paralajmëroi masa ligjore ndaj Drilon Ramës dhe menaxherit të tij, duke shtuar: "Shantazhimin, kërcënimin dhe të gjitha veprimet e tij dhe menaxherit të tij do të merren masa." Nuk e lë me kaq. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!